Allah i madheshëm në Kur'anin famlar thot: "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Keni kujdes, keni vëmendje se vetëm me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Prandaj në këtë ritmin e shpejtë të jetës, kur njeriu nganjëherë humb vetdijen e tij shpirtërore, ose ka mundësi që streset e vazhdueshme të ndikojnë te ky dhe ky të shkputat lidhjen e tij me Allahun e Madhreshëm, ose të jetë i shpërqendruar karshia dhurimeve të Allahut xhallashanuhu, kur niveli i stresit arrin maksimum, besimtari duhet ta di se të gjitha këto nuk munden me u shëru, edhe nuk munden me u normalizu vetëm e vetëm atëherë kur zemra e tij qetësohet. E qetësimi i zemrës bëhet vetëm me përmendjen e Allahut, vetëm me leximin e Kur'anit, vetëm me rikthimin ton tek ajo që e pushon edhe qetëson zemrën ton. Prandaj besimtari duhet ta di, jo vetëm njerëz e suksesshëm, por edhe njerëzit e rëndom, cilët në zemrat e tyre kanë besim, edhe të cilët i kanë dhënë besën Allahu xhallashanuhu se ajo për çfarë ne na ke kriju, e që është adhurimi karshit tij, do ta bëjmë me sinqeritet, duhet që ta mbajnë, edhe t'i kthehen Zotit të tyre. Nuk guxon besimtar në asnjë mënyrë, në asnjë formë të shkpus lidhjen e tij me Zotin e tij, sepse shkputja e lidhjes me Zotin është një prej faktorëve, shkaqeve që ndikon në dobësimin edhe vdekjen e zemrës së robit.